A vesh ta kisha pas me një kontroller diçka shumë lirë për 0 euro. Oh, po, që ajo është që ky. Që shkoni në Temu edhe e shkruani kodin DXJ5553. Bukur, shikoni këtu shqipat e mi. Unë që si kontrolleri s'kom pa ndonjëherë aq i bukur, aq i bardh, aq i lezet që shqipat e mia, vetëm shikoni se sa i bukur është, sa i mirë, bro. Tu mundeni me mush shumë easy, vetëm e vendosni këtu edhe kjo janis me u mush, bro. Me çet kodin ju mundi me marr këto për 0 euro në Temu, bro. Imagjinoni sa mirë. Shifni sa bukur i ka dhe këto dritat, këto onash, një firmë shumë e bukur, shumë e lezetshme. Do keni gjithashtu edhe kabllën për me mush USB. I ka shumë analog stikat e mira dhe shumë e përshtatshme për me majt në dorë edhe me lut. Pastaj mundesh mja vendos këto më të mëdha nëse jeni ma comfort me kësit gata, on shumë easy për mja vendos. Shikoni sa mirë. Feature më i mirë është që mundesh me lut në PC, në Switch, Android TV, domethënë televizor edhe në telefon. Domethënë për PC mundesh me shtik këto në kompjuter edhe pastaj mundesh me u lidh me PC. Kina pak unë këtu me lut edhe me u tregu edhe juve se sa lezet është me lutjen e to, po mundi me lut se çfarë do loj në kompjuter. Është një funksion tjetër këtu mbrapa nëse e bëni kështu, po normal, nëse bëni ato te poshtë punon shumë shpejt kjo mbrapa këtu. Gjithashtu nëse po doni butona ekstra, i keni këtu mbrapa ekstra me çit butona 3 nëse doni ju. Edhe këtu me call apo me ndal, domethënë far kontrolleri bukur.